Ndërkaq Besar Baraktarin e kam tani në komunikim të drejt për na dhënë më tepër informacione. Besi, si është situata ku ti ndodhesh dhe a ka një skenar të qartë se ku po shkojnë protestuesit pasi u larguan me ujëllës nga hyrja kryesore përpara kryeministrisë? Po besim, protestuesit janë duke u larguar nga pjesa e bulevardit, janë duke u zhvendosur drejt kuvendit. Ka protestues të cilët janë të irrituar ndaj forcave të policisë, të cilët në fakt bën të mundur shpërndarjen e turmës me automjetin ujëhellës, po ashtu më pas përveç automjetit ujëhellës pati edhe gaz lotësjedhës të hedhur në drejtim të turmës, ka bëri që turma të vinte deri në këtë pjesë pranë urës në afërsi të ish Hotel Dajtit. Megjithatë her pas here shohim që ka lënë plasëse që hidhen edhe në rrugë nga ana e protestuesve. Në fakt ndërhyrja e policisë ka qenë e menjëhershme sapo është bërë edhe thirrja e parë, ka patur një thirrje me megafon drejtuar protestuesve që të mos hedhin molotov në drejtim të punonjësve të policisë dhe këta të fundit në fakt më pas ndërhyn menjëherë pasi molotovet u hodhen menjëherë në drejtim të tyre dhe bërin mundur edhe çarjen e kordonit të sigurisë dhe zhvendosjen e efektiveve. Këtu jemi tek ura e ish Hotel Dajti, që është rruga që protestuesit janë duke shkuar në drejtim të Partisë Demokratike, ndërsa ka protestues të tjerë që janë duke u zhvendosur në drejtim të Ministrisë së Brendshme dhe sigurisht nëpërmjet pedonales do të bashkohen me protestuesit e tjerë tek kuvendi aty ku është bërë thirrje nga ana e organizatorëve për të shkuar pas përfundimit të protestës dhe shpërndarjes me mjetet ujëhellëse të policisë së shtetit, po ashtu edhe të gazit lotësjedhës. Sigurisht që qytetarët janë të irrituar, deklarojnë her pas here që policia i ka provokuar dhe më pas janë detyruar që të zhvendosen nga vendi ku ata po protestonin. Shohim që ka protestues të cilët të qëndrojnë në të dy anët të rrugës, por ka edhe të tjerë që të cilët janë duke ecur në drejtim të Ministrisë së Brendshme. Mund të themi në fakt që bulevardi Dëshmorët e Kombit është mbuluar me një re tymi të shkaktuar edhe nga hedhja e molotove, po ashtu edhe nga gazi lotësjedhës të hedhur nga ana e policisë. Fillimisht pra siç edhe u ndash me pamje, një shpërndarje të policisë me automjetin ujëhellës dhe më pas u përdor dhe gazi lotësjedhës. Ku janë larguar drejtuesit e Partisë Demokratike me në krye Sali Berishën drejt Selisë, Besi, nëse e ke si informacion nga pika ku ti ndodhesh? Zoti Berisha të paktën nga ajo çfarë u tha pas përfundimit të protestës, që të gjithë protestuesit janë drejtuar për tek kuvendi dhe zoti Berisha siç duket andej është drejtuar së bashku me grupin e deputetëve që e shoqëronin gjatë kësaj proteste, pra protestës së sotme, dhe sigurisht që pas tyre janë vënë edhe protestuesit e tjerë. Fillimisht ata do të kalojnë tek pjesa e Ministrisë së Brendshme, ndërsa më pas do të shkojnë edhe tek pjesa kuvendit. Megjithatë ka disa protestues të tjerë që nëpërmjet rrugës së Elbasanit do të bashkohen me protestuesit e tjerë përpara parlamentit. E kuptoj. Mirë Besi, atëherë faleminderit për momentin, për informacionet që na përcollën në këtë komunikim të drejtë për drejtë.